qytetari Prishtinës në bëhet kur. Kallëzëni ati Dhomqit, kallëzëni Rencit, kallëzëni kryetorit të Rencit, kallëzëni Pecit, kallëzëni Vjosa Osmonit, ashtu ju këthy të rishkronjat e orta, që tu ju në aty të rishkronjat e orta, që tu ju ka zhliru në luft, kanë ju zhliru edhe mas lufte. Me ndin presidentit Rugova, jenë po nisjet e pora për ushtri. Dhe nuk krejt kundër, kur s'kini qka më nga bo, e drejta fiton gjithë. Zotit Vroft Albin Kurti, për parim Roma, sot jem gjollë ku me konë ushtorit. Zotit rujt. Kemi arsye me festu sonte. Do me thonë, Sovrani vendose për kënë e keme edhe 4 vjetë kryetar. Do me thonë, neve nuk nga vinë kryetar, që ka ardhë, do me thonë, pas lufte. Një kryetar që nuk e një kandidat për kryetar që nuk e ka dashur as shtëpia vet Prizren, qysh ka pretenduar që mundet më bëu kryetar në Prishtinë. Edhe Sovrani sonte vendose. A besoni që Roma ka fitu pension? Normal. E para është Roma, i para Edhe kismet edhe në ballotazh për 60% kena me kalu. Me emër të Zotit. Neve na vin kryetar që na i din hallet tona dhe kryetar që është i Prishtinës edhe qytetari Prishtinës. Burime të gjithë qytetarët e Prishtinës. Sa keni qenë kënaqur me përparimin? Edhe njerë 100%. Edhe pse i kanë mundu. Kur Prishtina s'u kon ma mirë, kur? Edhe pse janë mundu që me janë dalu punë. Edhe pse me vështirësi ka punu, abet ka me dali pari gjithmonë. Jo edhe 4 vjetë, po edhe 14 vjetë.